programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni kur barra jon duket e papërballueshme. Kur zemra juaj duket e rëndë dhe trupi duket shumë i lodhur, në një farë mënyre ndjeni të shtëruar nga ndjenjat dhe shumë të dekurajuar. Në fakt, kur ju ndjeni të rrëzuar nga barra, ku shkoni ju? Të gjithë ne kemi kaluar kohë të tilla kur jemi ndjerë se barra na ka rrëzuar. Të gjithë kemi periudha të tilla në jetë ku ndjemi se gjërat janë pak të pashpresa, të pamundura ose ndjemi të dekurajuar mbase edhe pak të zhgënjur. Ku shkoni ju kur ju keni ndjenja të tilla? A shkoni tek dikush? A shkoni ju te diçka? Kërkoni ndonjë rrugë shpëtimi? Ku shkoni ju kur keni ndjenja të tilla? Për këtë dua që të flas gjatë këtij mesazhi. Dhe unë dua të flas pikërisht për temën kur barra jon duket e papërballueshme. Kur barra jon duket e papërballueshme, sepse gjithë secili prej nesh ose do kaloj, ose ka kaluar, ose po kalon periudha të tilla në jetë. Arrim në atë pikë kur mendojmë Zot, unë s'mund të përballoj dot më shumë. O Zot, unë nuk mund ta përballoj dot më. Ku të shkojmë atëre? Dua që t'i hapni Biblia tek Mateu, kapitulli 11, nëse mundeni, aty janë 3 vargje të cilat duhet t'i shohim sepse Biblia është shumë e qartë se ç'duhet të bëni ju dhe unë kur kemi barra të tilla në jetë. Dhe kështu Jezusi po u flet njerëzve të kohës së tij dhe ja se çfarë i thot në vargun 28 të kapitullit 11. Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Merrni me vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni preje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është ëmbël dhe barra ime është e lehtë. Jezusi po u fliste njerëzve që kishin barrë tepër të rënë, që shpesh herë jetonin ose poshtë nivelit të varfërisë ose në varfëri. Shumë prej të cilëve ishin skllëvër. Jeta atyre ishte shumë e vështirë, ishte një lloj jetese e rëndë. Roma sondonte dhe shumica e njerëzve të cilëve ju fliste Jezusi ishin në kushte shumë të vështira. Pra, çfarë po u thot ai atyre? Po u thot një fjalë inkurajimi. Do që të thot një fjalë për t'i ndihmuar. Ai thot: "Ejani tek unë ju të gjithë munduar dhe të rënduar, që ndjeni peshën e vetë jetës dhe unë", ai thot, "do t'ju jap shlodhje." Është Jezusi, biri i gjallë i Perëndis sovran të këtij universi, që tani është ulur në të djathtë të Atit. Dhe ai thot: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Pra ne e dim që çfarë do barre që të kemi unë dhe ju, ai është i aftë ta mbajë atë." Sepse Biblia bën disa herë pyetje: a ka gjë të pamundur për Perëndin? A mund të jetë diçka e pamundur për Perëndin që në mënyrë sovrane është në kontroll të çdo gjë, që është i gjithdijshëm që di gjithçka, që është i kudo ndodhur, të gjitha gjërat janë në praninë të tij, dhe ai ka fuqinë që të rregullojë çdo rrethant të jetës. Dhe çfarë na thot ai neve? Ejani tek unë. Kur thot ejani tek unë, si mund t'ja jap barrën Perëndis? Ai jo vetëm që thot ejani tek unë o ju të gjithë munduar, por këtu kemi edhe një shtrirje universale. Kushdo qoftë që ka një barrë për diçka, mund të shkojë tek ai. I humbur dhe i shpëtuar, njeri që s'ka Krishtin, mund të shkojë tek ai, por gjëja e parë që duhet të zgjidhësh problemin e mëkatit. Sa po i besojmë Zotit Jezus Krishti shpëtimtar personal, ai është i gatshëm të merret me të gjitha barrat që unë dhe ju përballemi në jetë. Ai thot ejani tek unë. Kur ai thot ejani tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, çfarë nënkupton me ejani tek unë? Çfarë duhet të bëj unë? Unë bëj diçka shumë të thjeshtë, por shumë praktike dhe të realizueshme. Së pari unë i tregoj atij se cila është barra ime. Zot, ja se si jam lënduar. A ka nevojë ai për informacione? Jo. Ai dëshiron që ju dhe unë të përulim veten para tij dhe t'i tregojmë atij: Zot, ja se ku jam lënduar. Kjo është arsye pse ndihem kaq i dekurajuar. Ja cila është arsye pse ndihem sikur kam ngecur. Perëndi, unë kam nevojë për ty. Kur unë dhe ju shkojmë tek ai dhe i tregojmë barrën tonë, ndajmë me të barrën tonë, e përulim veten përpara tij, Perëndia gjithmonë e respekton një shpirt të përulur. Prandaj së pari i tregoj atij. Gjëja e dytë që unë bëj është ti ja jap atij. Ju mund të thoni: "Prit pak tani, si mund t'ja jap atij?" Më dëgjoni me kujdes. Kur unë shkoj tek ai dhe i tregoj atij për këtë, unë i them atij: "Atë ose Zoti Jezus, sido që ti thërrisni, unë po ta dorëzoj ty këtë barrë. Ti thuaj që do ta mbash barrën time, po ta dorëzoj unë atë tani." Duke e dorëzuar, unë pranoj Zot që s'mund ta përballoj dot më. Por e di që ti mundesh Perëndi, prandaj së pari i tregoj për atë barrë dhe së dyti, unë po ja besoj atij.
unë po I besoj atij që më thiri pranë vetes dhe më bëri një premtim, që ai jo vetëm që mund ta përmbush, por do ta përmbush. Ka dëshirë, është I përkushtuar që ta mbaj barrën time. Prandaj shkoj tek ai, I tregoj për të, e dorëzoj para tij dhe I besoj atij që do merret me të. Jo vetëm që I tregoj atij për barrën time, jo vetëm që duhet t'i besoj atij, por përqendrimi im duhet të zhvendoset nga barra ime tek barrmbajtësi. Nëse mbaj përqendrimin tek barra ime dhe vetëm them Perëndi, ky është problemi im, Zoti e di për këtë. Nëse vazhdoj t'ia them atij këtë, atëherë përqendrimi im vazhdon të jetë tek barra, nuk ja kam dorëzuar atij. Mënyra për të zbuluar se ku jeni është duke analizuar lutjet tuaja. Kur vazhdoni të luteni për një barë dhe e dorëzoni atij, bëjeni një pyetje vetes: sa nga koha ime kam kaluar për t'i treguar dhe për t'ia përshkruar atij, t'i tregoj Zotit për lëndimin tim, të ndiej keqare për veten, por sa kohë kam kaluar duke u përqendruar tek ai. Zot, e di që ti je sovrani I këtij universi, e di që ti më do pa kushte, ti ke fuqinë për ta rregulluar këtë, duhet të falenderoj dhe të adhuroj ty Zot, që ti je barmbajtësi im. Me fjalë të tjera, kur filloj të përqendrohem tek ai, mund t'ja lë barrën atij. Për sa kohë jam I përqendruar tek barra, kam për ta marrë sërish, do largohem bashkë me të dhe kam për të vazhduar ta mbaj. Kjo është arsye pse disa njerëz mbajnë të njëjtën barrë vit pas viti dhe nuk mësojnë kurrë për ta dorëzuar. Ju duhet ta dorëzoni, dëgjoni, duhet ta dorëzoni si një akt vendimi nga ana juaj, duhet ta dorëzoni si një akt besimi nga ana juaj. Dëgjoni dhe ndryshoni përqendrimin nga barra tek barmbajtësi. Së pari kemi një ftesë të mrekullueshme dhe së dyti ai na thot, unë dua që ta bëni këtë. Ai thot, merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe I porulur nga zemra, dhe ju do gjeni preje për shpirtrat tuaj. Ai thot, merrni mbi vete zgjedhjen time. Pra së pari ai na bën ftesë, na thot, jani duhet kujdesem unë për këtë. Së dyti ai na thot, ja se ç'duhet të bëni. Dua që të merrni mbi vete zgjedhjen time. Pse thot zgjedhjen time? Sepse ai kërkonte, dëgjoni me vëmendje, ai kërkonte që ta dallonte zgjedhjen e tij nga zgjedhja e farisejve. Ai po I referohej zgjedhjes së farisejve. E dini se çfarë është zgjedhja? Zgjedhja është një lloj kornize druri që një njeri e vendoste mbi shpatulla dhe përgjat qafës, dhe ajo që bën kjo lloj kornize druri është që u jep mundësi njerëzve që të ekuilibrojnë peshën në të dyja anët. Por sigurisht ne kemi edhe zgjedhjen e dyfish që I vendoset qeve në mënyrë që të ecin të bashkuar dhe gjithashtu në të njëjtin drejtim. Dhe Jezus I tha, dua që të ndryshoni zgjedh. Tani ai po referohej faktit që farisejt kishin vendosur njerëzit në disa rregulla dhe ligje të ashpra dhe ideja e tyre ishte që të predikonin një bindje absolute dhe strikte për gjithë ligjen nëse dikush donte të shpëtohej dhe nëse Perëndia do t'i pranonte. Por as ata nuk mund t'i zbatonin dot këto. Dhe njerëzit ishin tmerrsisht të dekurajuar në përpjekje për t'i zbatuar. S'mund të esnin shumë gjatë shabatit, s'mund të bënin këtë, s'mund të bënin atë, ishin gjithë ato ligje dhe rregulla dhe ai thot, dëgjoni, merrni mbi vete zgjedhjen time. Mësoni nga unë, zgjedhja ime është e lehtë. Çfarë donte të thoshte ai? Thjesht këtë gjë. Ai tha, ejani tek unë dhe dorëzojeni veten tek unë. Dëgjoni se çfarë thot tani. Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time. Ai thot, mësoni nga unë. Tani ai thot që zgjedhja e tij është e lehtë. Si shpëtohet një njeri? Një njeri shpëtohet jo duke zbatuar rregullat dhe ligjet strikte, duke merituar kështu shpëtimin. Një njeri shpëtohet duke pranuar hirin e Perëndisë përmes besimit tek Zoti Jezus Krisht dhe duke marrë faljen e mëkateve. Është diçka që ju e pranoni vetëm me anë të besimit. S'është diçka që ne e bëjmë apo e zbatojmë. Pastaj bëjmë një jetë të perëndishme dhe duam të ecim në bindje ndaj Perëndisë, jo sepse kemi frikë se shkojmë në ferr. Ne ecim me bindje ndaj Perëndisë nga mirënjohja, falënderimi dhe adhurimi për të, për atë që ai ka bërë për ne. Kështu ai thjesht po thot këtë. Shikoni. Zgjedhja e tyre është e rëndë. Zgjedhja ime është e lehtë. Zgjedhja ime është e thjeshtë. Nuk po thotë që do t'i heq qafe zgjedhjet. Ai nuk tha hidhini tutje zgjedhjet. Por ai tha dua që ti shkëmbeni, dua që të shkëmbeni atë zgjedhje që do t'u çojë askund vese, do t'u sjell lëndime, dhimbje dhe vujtje, me zgjedhjen time sepse është e lehtë. Shpëtimi nuk e erdhi lehtë. Shpëtimi vjen përmes hirit të Perëndisë, përmes vdekjes së birit të tij Jezus Krishtit. Dhe kështu, kur shkojmë tek Zoti Jezus Krisht, shkojmë për të rrëfyer mëkatet tona. E pranojmë Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton personal dhe marrim, dëgjoni, dhe marrim mbi veten ton zgjedhjen e tij. Po cila është zgjedhja e tij? Zgjedhja e tij është thjesht kjo, që ne I nënshtrohemi atij si mësuesit e Zotit ton
dhe eci me bindje ndaj tij. Dëgjoni, bindja mundësohet nga fryma e shenjtë që jeton brenda nesh. Nuk ecim me bindje ndaj Perëndis në mënyrë që të shpëtohemi, ne ecim me bindje ndaj Perëndis sepse ai na ka shpëtuar ne. Dëgjoni, ne ecim në fitore, ne ecim me gëzim, ne ecim me mirënjohje, ne ecim në paqe, ne ecim me kënaqësinë që ai na ka dhënë për shkak të asaj që ai ka bërë për ne, jo për shkak të asaj që bëjmë për veten. Ai thot tani: "Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë." Tani, pse thot mësoni nga unë? Ai thjesht po thot: "Bëuni dishepujt e mi, mësoni rrugët e mia, mësoni si punoj unë." Dhe ja çfarë do të mësoni? Do të mësoni që unë ju dua pa kushte. Do mësoni se çfarë do që të përballni unë do të jem aty. Do të mësoni se çfarë do barre që të keni unë do të jem aty që t'ua heq nga shpatullat. Do të mësoni që unë jam gjithmonë aty dhe mund të mbështeteni tek unë, s'do t'ju lë kurrë, s'do t'ju braktis. Që unë gjithmonë do të jem mjaftueshëm për ju, do plotësoj çdo nevojë që keni në jetë. Kështu ai thot: "Merrni mbi vete zgjedhjen time, nënshtrojeni vullnetit dhe rrugës time, mësoni nga unë, bëuni dishepujt e mi." Dhe ai thot: "Zgjedhja ime është e thjeshtë, barra ime është e lehtë." Pra çfarë ndodh? Ai na mëson se si të jetojmë me barra, por pa na rrëzuar ato. Nuk do ndihemi të rrëzuar, nuk do ndihemi të dekurajuar, nuk do ndihemi të zhgënjur, nuk do ndihemi sikur duam të heqim dorë apo sikur po ecim buzë greminës. Në një farë mënyre do të kemi mundësi të ecim në mes atyre barrëve me një ndjesi vetbesimi fitore dhe sigurie që Perëndia është në kontroll, dhe ai do të përdorë rrethanat në kohën e tij dhe në mënyrën e tij të përsosur. Ai na thotë: "Jeni të kuno ju të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do t'ju jap shlodhje." Shikojeni pak sigurinë që na jep këtu, që na e thot në një mënyrë të mrekullueshme. Dëgjoni se çfarë thot. Ai thot: "Ja cila është ftesa, ejani. Ky është urdhri. Merrni zgjedhjen time, është e lehtë, është e ëmbël. Unë mund ta largoj fare atë barr, por nëse nuk e largoj barrën, do t'ulem pash me ty dhe s'ke për ta ndier." Së treti ai thot: "Kjo është siguria, s'do të bëj ndryshim fare. Forca. S'kam për të braktisur." Ai na thot: "Ky është premtimi im, shikojeni." E thot 2 herë. Ai thot: "Unë do t'ju jap shlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse jam i butë dhe i përulur në zemër, do të gjeni preje për shpirtin tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe barra ime e lehtë." Keni për të gjetur preje, ç'do të thotë kjo? Thjesht këtë gjë. Kur unë ja jap barrën atij dhe i besoj me të dhe e vendos përqendrimin tim tek ai, e dini se çfarë ndodh? Unë do të kem mundësi të gjej preje për shpirtin tim pa patur shqetësime. Unë do të kem mundësi të gjej preje për shpirtin tim pa patur frikë. Unë do të kem mundësi të gjej preje duke i kuptuar rrethanat e mia, që edhe pse ato mund të mos ndryshojnë, do kem një ndjesi të mrekullueshme paqe derisa ai ta shohë të arsyeshme për të ndryshuar ato. As është e vërtetë që unë dhe ju shqetësohemi kur përqendrimi ynë është tek barra dhe jo te barrmbajtësi? Kur unë dhe ju fillojmë të mendojmë për të gjitha arsyet se pse nuk është zgjedhur dhe pse nuk kanë ndryshuar ato gjëra, a nuk është kjo arsyeja që i rritohemi, jemi në ankth të shqetësuar dhe të grindur dhe ndonjëherë edhe të inatosur? Ai na thotë: "Ejani, merrni zgjedhjen time. Pa shikoni se si jam unë." Dhe ai thotë: "Unë do t'ju jap preje për shpirtin tuaj." Cili është premtimi i tij? Premtimi i tij është ky: unë dhe ju, edhe pse mund të na duhet të përballemi me barra të rënda në jetë, nuk kemi pse të heqim dorë. Nuk kemi pse të provojmë ndonjë arratisje të madhe. Nuk kemi pse të jemi të zhgënjur, s'kemi pse të dorëzohemi atyre. Dgjoni, s'kemi pse heqim dorë nga jeta. Ne kemi një atë dashur qellor që na kupton plotësisht dhe ai thotë: "Dgjoni, unë do t'ju udhëheq, do t'ju udhësoj, do t'ju mësoj rrugën që duhet të zgjedhësh. Idheni gjithë shqetësimin mbi mua, unë do t'ju mbështes. Unë jam barrmbajtësi, ma lini mua barrën tuaj dhe s'do të keni pse ta mbani vetë." Kjo është edhe arsyeja pse disa njerëz jetojnë në rrethana të këqija dhe të vështira, nëse i takon do shohësh se kanë një buzëqeshje në fytyrë, gëzim në zemër dhe kënaqësi në shpirt. Jam i sigurt që askush nuk është gjithmonë kështu. Askush nuk është gjithmonë kështu. Sepse të gjithë ne kemi ulje dhe ngritjet tona, të gjithë ne kemi çastet tona të dobësisë, por çelësi është ky. Jo se nuk do keni dobësi dhe që s'do ta mbani sërish atë barë, por çelësi është se do dini çfarë të bëni me këtë barë dhe se si ta lëshoni poshtë. Zoti ke thënë që mund të vi tek ti, po vi tek ti e mora sërish. Më fal që e mora sërish, më fal për dobësinë time, unë po ta besoj ty. Dua të të falenderoj që ma kthen sërish për qëndrimin tek ti, aty ku duhet të jetë dhe të ecë përpara me jetën time. Pra kur dikush thotë kam barë, çfarë duhet të bëj me to? Gjë e parë që duhet të bëni është i çoni ato tek Krishti. Keni një ftesë, keni një urdhërim, keni një siguri të mrekullueshme dhe një premtim të bukur.
por ne mund të bëjmë edhe diçka tjetër. Dhe kjo është ta ndajmë me dikë tjetër. Ju më thoni paprit pak, a nuk e thënë gjithmonë që Zoti na mjafton pa diskutim? A është Perëndia e mjaftueshëm? Po është. Kur keni atë, keni gjithçka, patjetër. Por mbani mend këtë. Ju apo mund dëgjoni thoni amen. Duhet ta lini gjithmonë Perëndin që t'i bëj gjërat sipas mënyrës së tij. Tani dëgjoni se çfarë thot Galatësve kapitulli 6. Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, burr ose grua, ju që jeni frymëror, lartësoheni me frymë butësie, por ki kujdes veten tënde se mos tundosh edhe ti. Pastaj thot: mbani barrët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Por si mund ta mbaj dikush tjetër barrën time? E po, Perëndia mund t'i vendos dikujt në zemër që të lutet për mua. Por, dëgjoni, nëse dikush do ta mbante vërtet barrën time, ai duhet ta di se cila është barra ime. Të gjithëve ne na ka ndodhur të na marrë dikush në telefon dhe të na thot: unë po lutem për ty, po ndodh ndonjë gjë? Por ai thot që duhet të mbajmë barrën e njëri tjetër. Kjo do të thot se kam të drejtën që të ndaj barrën time me dikë. Nëse biri i Perëndis ndjeu nevojën për të ndarë nga zemra e tij kur kishte një barrë, edhe unë dhe ju kemi të drejtën të ndajmë nga zemra me dikë tjetër. Mund t'jeni një nga ata njerëz që është shumë krenar për ta bërë këtë. Atëherë, miku im, mbaj mend dy gjëra. Keni për të humbur një bekim dhe do bëni që dikush tjetër të humbas një bekim, sepse nëse shkoni te dikush dhe ndani nga zemra se si jeni lënduar, ndani barrën e rëndë që ndjeni në jetë, diçka të cilën po e kaloni, mbani mend këtë gjë. Gjithë shka që ju keni bërë është ajo që Jezusi ka praktikuar. Në një çast të jetës së tij ai tha: unë kam nevojë që miqtë e mi t'i kem afër. Duhet ju them juve që gjithë shka po i afrohet kufirit që mund të përballoj. Ju mund të thonin, por unë kam shumë frikë. E dini çfarë? S'keni pse të keni frikë. Por çfarë do të mendojnë të tjerët? Nuk ka rëndësi se çfarë do të mendojnë ata. Rëndësi ka se çfarë mendon Perëndia, por çfarë dëgjuam ne deri tani? Ai tha: unë do të jemi mirë me ju. Unë do t'ju dua pa kushte, do t'ju pranoj ashtu siç jeni, do t'ju kuptoj. S'mund të më thoni asnjë gjë që mund të më zhgënjej mua. Mendoj se unë i kam disa miq të tillë. Shpresoj që edhe ju t'i keni. E shikoni? Sepse Perëndia zgjedh që shpesh të përdor njerëz për të bërë atë për të cilën ai e di që kemi nevojë. Nuk e di se me çfarë po përballeni. Nuk e di se deri ku jeni me jetë, por ka gjë e di. Di që është një Jezus. Di që është një Perëndi, emri i tij është Jehova. Jezusi është biri i tij, fryma e shenjtë, është ai që punon në shpirtin ton dhe në jetën ton. S'ka rëndësi me çfarë po përballeni. Nuk ka rëndësi se për sa kohë, s'ka rëndësi sa e rëndë e papërballueshme apo sa e tmerrshme duket. Ai mjafton dhe është kompetent për t'ju mundësuar juve, për t'ju mbështetur dhe për t'ju forcuar juve. Ai mund ta largojë plotësisht atë barrë që keni dhe ka shumë gjasa që ta bëj. Por ndonjëherë ka barra që ai i lejon për një periudhë të jetës, për një periudhë më të gjatë nga sa do të na pëlqente. Por ai i lejon për një qëllim. Kur qëllimi i tij të përfundojë, barra do largohet. Por shumicën prej tyre, ai është i gatshëm t'i largojë që tani. Nëse ne shkojmë tek ai, i vendosim përpara tij dhe i tregojmë atij për to. I besojmë atij për to dhe përqendrohemi tek ai. Dhe dini çfarë? Ai është më se i lumtur, është më se i kënaqur. Ai thotë që do ta mbaj çdo ditë barrën tonë. Nëse lejoni, ka për ta marrë dhe tuaj. Nëse se keni besuar kur Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarin tuaj, unë e di se çfarë barre keni. Ju ndjeni faj, ju po mbani barrën e mëkatit. Dhe i vetmi që mund ta rregullojë këtë gjë është Zoti Jezus Krisht. Duhet ju inkurajoj që t'i kërkoni atij falje për mëkatet tuaja dhe t'i thoni që po ja dorëzoni jetën tuaj, që doni të keni jetën më të mirë dhe ai është i vetmi që mund t'ju ofrojë këtë. Nëse ja rrëfeni atij mëkatet tuaja dhe t'i thoni që e pranoni si shpëtimtarin personal, bazuar në atë që bëri në Kalvar, në atë çast mëkatet tuaja janë falur. Nuk jeni të dënuar, jeni të falur dhe jeni përjetësisht të lirë. Në atë çast fryma e Perëndis do t'ju vulosë si fëmijën e Perëndis.
Dhe që nga i çasti tutje, ju keni dikë që do ta ngrej barrën tuaj, do të ecë me ju, do t'ju alargoj peshën dhe do t'ju mundsoj që të esni në atë paqe dhe preje që mund ta njihni vetëm kur njihni Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Mund të jeni besimtarë dhe ndodheni në një situatë vështirë dhe do të doni që të dilni prej saj, po i thërrisni Zotit, keni filluar të dyshoni tek Perëndia, madje gati të ta urreni për gjendjen ku ndodheni. Pse nuk provoni këtë? Vetëm thoni: Zot, sot kam dëgjuar diçka ndryshe. Nuk kam ecur shumë mirë. S'ka gjë, ai ju kupton juve. Vetëm thojeni që sot do ta lëshoni barrën tuaj. Ai e di që mund t'ju duhet ta merrni sërish nesër, i thoni që po e lëshoni. Kjo është e vetmja liri, e vërtet dhe e sinqert, dhe vjen vetëm përmes Krishtit.